Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka nënshkruar kontratën për vazhdimin e punimeve në Spitalin e Ferizajt në vlerë prej 24 milion euro. Vitia ka premtuar se projekti do të finalizohet brenda 30 muajsh. Kam nënshkruar kontratën për vazhdimin e punimeve në Spitalin e Ferizajt. Pas shumë sfidave dhe vështirësive të trashëguara e të reja, ky projekt do të finalizohet brenda 30 muajsh. Ky është një projekt shumë i rëndësishëm për këtë rajon, që do të realizohet sipas standardeve më të larta të infrastrukturës spitalore me një kosto prej 24 milion euro. Fituesi për këtë tender ishte shpallur në nëntor të vitit 2025, por për shkak të ankesave në Ministrinë të Shëndetësisë dhe në organin shqyrtues të prokurimit, nuk ishte qenë mundur nënshkrimi i kontratës. Megjithatë, saga e ndërtimit të spitalit kishte nisur në vitin 2018, kur ishin kryer vetëm punët e vrashta të objektit. Më 2021, Ministria e Shëndetësisë pretendonte se kompania që kishte kontratë për ndërtimin e objektit kishte bërë abuzime milionshë. Më pas, kompania kishte kërkuar rishqyrtim të projektit e edhe disa miliona shtesë, por kjo s'ishte miratuar nga MSH-ja. Ministria pati bërë kallëzim penal ndaj kompanisë me pretendimin se ka kryer mashtrim në prokurimin publik. Sipas pretendimit, kompania e kishte fituar kontratën duke vendosur çmime fillestare shumë më të larta se ato reale në treg. Kompania, sipas MSH-s, i ka marrë parat nga pozicionet me çmime të fryera, ndërsa kur është dashur t'i kryente ato që janë në çmimin e tregut, ka kërkuar rishikim të projektit e 5 milion euro shtesë. Në fund të janarit 2026, Ministri Vitia u intervistua nga Prokuroria Speciale për këtë çështje. Sidoqoftë, në njoftimin për dhënie të kontratës së re, titulli i saj është për ndërtimin e objektit të Spitalit të Përgjithshëm në Ferizaj, vazhdim projekti. Projekti është fituar nga një grup i operatorëve ekonomik. Objekti i tanishëm i Spitalit të Ferizajt ka 3500 metra katror.